s'ka ndru kur, edhe gjithmonë është votu masivisht për zotin Berisha ka fitu pa ballotash. Po, e para, në 21 zgjedhjet nuk është votu masivisht, sepse nëse i marrim opozitën që kuptimin masivisht tash, kuptimin që ka gorat janë mbyll aty pa ballotash, nuk di që ka pas 21 ka pas ballotash. Ka pas ballotash. Kom qenë në për herë parë kandidat për kryetar komune, ka pas ballotash, edhe më thonë drejtën tash nëse numëron votat. Dikon rafër 4.000 këm pason, gjithashtu edhe kundër kandidat jam që opozitës që ka pas 4.000 kanë qenë dikon 8.000 votat opozitës, 7.000 diçka i ka pas burimi. Po 2.000 diçka vota që i ka pas burimi prej komunitetit, Roma Shkali Egjiptian, dhe që i ka marrë dikon, nuk e di sakt, për mduket e 600 vota të komunitetit sërb, të listës sërbe, të partisë, që i ka marrë komplet. Ato vota e merë 100% aj, edhe prapë është një perceptim i qytetarëve që ato vota blihen. Dhe me ato vota aj, 2021 nuk është që është shumicën e qytetarëve të Kosovës që e ka. Aj me ato vota ka marrë pushtetin e 2021. Nuk është lerisht me thonë që nuk shumicën e Kosovës nuk e ka përfaqësu prej 2021 në 4 jetë që fundit. Edhe këj tjetëri që ka në 2023, që po kandidon tash, Besnik Osmani nuk është... Që ka qenë nën kryetar, pra 3 vitit e fundit. Si kur të kishë qenë, ndryshimi beso që si shamar as njëherë me të. Se është ndryshimi që është po mirë me këtë tjetërin që ka dheq as njëherë komunë e Kosovës. Me që dhe Besnik Osmani s'ka qenë pushtat, pra ka qenë 3 vite si nën kryetar. Po, 3 vite si nën kryetar, po. Po 3 vite si nën kryetar... S'ka qenë për shamull drejtor ose pjesë tjetër... Po, Leo, a pëthu veti ti ekspert i auditimit. Pse po rangohesh prap në transparencë, edhe në cash menaxhem, edhe në shumë tendera që ka vazhdu njëjtë prap. Pse po lejon, pra si nën kryetari komunës ki përgjithësi, edhe po lejon më renditi funit pra të blis, prap me vazhdu e njëjta. Jo, kur jam në nën kryetarin e komunës, unë nuk lejoj që ashtu me autoriteti e me përgjithësi jam në kryetarit, më shku prap njëjtë që shka vazhdu deri dje, ose s'pranoj që s'kum pranu. Në kanë lutë në 2021, në kanë lutë të 2023, veç këj Besniku është. E ka thirë shefin asamblesë, vën telefon, kam pi kafe, hajde po dojna koalicion. Më thonë, jo nuk dojna me juve koalicion. Se ne i dy që është funksionon, njëjtë të doshtë me pru dhe Besniku nëse bashkë qenë ka profesional, që është në kohën tonë po lenë me vazhdu kesh përdërime të ndera, 200.000 euro kesh përdërime për karoceri, 200.000 euro kesh përdërime për tendere në parkën e pishave, plot shumë atjera më së përmani me radhë këtë, që kesh përdorin, kanë vazhdu njëjtë krejt e ti në kryetar aty, po i shek krejt edhe po i lejon, edhe po thuj s'ka faj, kjo është një viktimizim, që këta din mas miri me bo, që mu viktimizu, edhe asgjo ma shumë, se nuk ka pas mundësi, aj në kryetar, burimi me mu i më punë së dalë, po thuj se o ka në kryetar, ka pas kompetencat e plota, se në kam informatat që burimi me muj s'ka dalë në punë. Këto e din krejt njerës të punës që ka njerë shumë dershëm, punëtor shumë profesional komunë, që as njerës që ka dhonë hapsira me vepru e me punu e me shërby qytetarit, po 25 jetë e njëti drejtora ka najtë, ata ndoshta e ndojtëru ka njerë me lëshu komunën krejt, me dalë në agjension nivel qeveritarë, ose dikun tjetër, për shkak mos funksionimit si duhet mrena komunës. E kësë mënet me fajsu vetën, me shfajsu vetën me thonë, jo në vesh në kryetar. Si e se me mujë se ke pas kryetarin aty, ki vende ku kene në shkru plët në amën të kryetarit. Po, vetëm problemet e fushë Kosovës, pra nuk jenë të 3-4 viteve të fundit, pra duke që jenë probleme shumë më të mëdha, një prej mendimi imi, pra kështu komplet out, si me thonë, për zhvillimeve të mbrëmshme atje, të përditshme, si që dini ju, pra kom përshtypjen që sidomos pjesa kur jenë dalë ndërtime gjatë qeverisë së Shpran Ahmetit Prishtinë, pastaj ai vlug i ndërtimeve atje pra këtë ndërtues të Prishtinës shkojnë në Fushë Kosovë, edhe atje ndodh një problem shumë i madh. Sot Fushë Kosova është, sa di unë, komuna me mbi pullimin më të madh në Kosovë. Mbas të regjistrimit të fundit ka mas shumë të banor për metër katror, si me thonë. Po, realisht është ashtu. Numri i banorëve me teritorin që mbulohet është më i madh në Kosovë. Edhe është e mira që prej 2026 është rritë edhe buxheti, tash është dyfishu për herë të parë, që është bënë gabim shumë i madh në kalunën, se është marrë me këtë punë që disa shërbime që kanë obligative me bo me pagesë për ata qytetarë që s'kanë qenë banorë të Kosovës dhe i kishte detyruar më regjistru më herët. Ka ndodhur diçka tash? Në regjistru ka pas një regjistrim të madh, po, ka ndodhur edhe prej agjencionit statistika kur ke regjistrime popullatës,
u regjistru në ata, edhe ka hinë fuqi ma heret shumë, për Komuna e Kosovës se ka zbatu një vendim të ministrisë, ku ka pos obligim se në qendrat të mjekësisore shërbimet qendrore primare, në rast se nuk jem banor të ati qytetit e kanë pasin shumë pagesë pas arro dhe të varet të shërbimit, po Komuna e Kosovës e ka shtin dollap atë vendim të ministrisë dhe nuk e ka zbatu me vetëm në arsye se qytetarët e ri që vinë regjistrohen edhe nuk votojnë më për ata. Po me vendim qeverisë me regjistrimin e ri të popullatës, në vitin e kaluar që ka ndodhur, ajo është regjistru pastaj popullata dhe këtë vit i kemi parafër se 70.000 banor ose më shumë. Pra, ju përdojnë që si ka konvenu establishmentit aktual të udhëheqjes së Fushë Kosovës që ata banor, rezident të regjistrohen, pra që të bëhen banor edhe që votojnë pastaj. Leo ata veç kanë menu për pushtetin, nuk kanë menu për qytetarin. Gjithë shka që kanë bo për pushtetin. Sot, gjithë shka që ka bojnë, gjithë veprim që e bojnë, gjithë të nderë që e apin që të 6 mujtë e fundit, menojnë veç për pushtetin. Sa ta 3 vjetë e gjysë nuk punojnë, asë një punë se bojnë, asë një gjohë, s'ki qa me folë për ta për punë. Se i lojnë rrugë të Prishta, për shembull kur shkojmë të shpjegon të stacionit trenit, gjithmonë është rruga e Prishtë. Deri në 6 muajin e fundit që tash kur e ndreqin. Edhe qytetarët lodhen se tash kanë filluar edhe kerrat më të mira gjithmonë me u prish në ato gropa. Tani ujë s'ka. Ujë normal 6 shtator nditje me fabrika ku zmirin dalet ujë që s'kena të shpia ujë. Që këgja është një vështirësi, një jetë normale me bo me që të kushte në Fushë Kosovë që shka ne. Kanë erë thëmë tepër kanë duru qytetarët të Fushë Kosovës, tepër të mirën. Për bez, kanë erë thëmë halal dhe kofë po durushën po të mirën qytetarët të Fushë Kosovës. Qyshe kanë duru kështu 24 vjetë që të pushtet, pa ujë, qenë të nda cak problem, bërlëk problem. A din që ka më thëtë qytetari që të ditë, s'ka ditë që ta takoj qytetarë që sankohet për qenë nda cak. Njoni thëtë, ta më fobime po shumë, lodhe gruja thëtë, hajde me marë se s'pu të pe qeve. Tjetëri thëtë qikën, gjdo mbëromje dhe të më shku me marë se qenë nda cak shumë të stacioni, që i hupi ka gjësore, thëtë qysh për mas mirit të Mos ju kanë orë sot Prishtinës, që ofër e kanë aty. Jo, e kanë bo dhe këtë gjo, e kanë pru në një depo, në Miradi tepërme, një qytetar prej Prishtinë i ka mërë qëtë, e merë bugjetin komunë Prishtinës të përparimi, e ka pru në qenë të antjenë janë 160 dikon 100 metë, në Miradi tepërme, prej Prishtinës. A di që kanë ndodhë, janë infektu ata qëtë, se si kanë majtë me mirë mbajtje mirë, janë dalë në përfshat, ja kanë infektu të qëtë banorëve të Miradis që mu ankun adit. Në Fushë Kosovë, leo gjithë që ka ndodhë se nuk funksionan sistemi komunës. Ka ra funksionimi komunës që të 8 vjetë e fundit, mëj me thonë që nuk ka përgjegjësi kështu në krejt departamentet, në krejt ka ra funksionimi komunës. Nuk funksionan. Kur gjë nuk funksionan? Pra i bëdhoni që funksionan veç ndërtimi. Po krejt koha e kryetarit, në kryetarit ti edhe një 3-4 drejtorave është ndërtim, se ka vazhdu prap. Unë në emision e pyta në kryetarin. Që ku e ki lene jashtëligjshme të një objektit, që ku e ki ndërtimin e pranimit jashtëligjshëm, apo thujëm korrekt edhe jam i ligjit, jam profesional. Që unë pi ofrej argumente, shkarkoje ti nesër shkojeshtë, se ki drejt ligjore me shkarku, nëse dënë me punu. Po prap nuk e pranojk. Që në prapë edhe ty po t'jap dokumenta që në t'jash letë që më leti shkarkon a i nesër. Prapë ka vazhdu ndërtimin. Po t'jot për shkelje ligjore në dhënjën e lejeve. Edhe në dhënjën e leje dhe në pranimin e leje. Që jenë jashtë planit urbanistik, apo që jenë leje që ju po dyshoni për diçka tjetër? Jashtë planit urbanistik, për dhe jashtë ligjit ku nuk lejohet perimetria, largësia objekteve të pronës prej pronare tjetër tokës, pa pëlqimin e ti, këta shkojnë ndërtojnë. Për shembull shpesh vendosin këtë parq kur rregullohet plani kur të bëhet, njëjtën vend ku e kanë bë park më shkon ndërtesa bëhet, edhe s'ka park hiç. Që kjo është shkelje ligjit. Krejt shkelje ligjit, se s'ka park, duhet me leju, është me 60-40, me 2.2, me cilin klas krejt i len, me cilin nivel të ndërtimit, me që ato duhet me leju ligjit. Këta kanë bë shumë shkeljet ligjit. Pse vazhdohet pra më ndërtu në Fushë Kosovë, pra nëse s'ka ujë, s'ka rrugë, ka mbi popullim, pra s'ka shtëpi të shëndetit, s'ka ngroje, etj. Pra, pse është ende Fushë Kosova vend ku ndërtohet? Pra, çka po ndodh realisht? Po, se Fushë Kosova është strategjikisht edhe hapësira më e mirë, pothuajse gati në Kosovë ka qenë në aspektin ekonomik e zhvillimit ekonomik. Se ka qenë stacioni trenit, hekurudhat, ka qenë kekë, ndërmarrjet, ka qenë aeroporti, ka qenë afër Prishtinës.
Komuna e Fshkosovës, Leo, deri në 89 kanë qenë bashkësi lokale e Prishtinës. Edhe ajo është themelu, tash më stim në historina, se tash jena në fushat në ati tjetër, se qysh 1924 kanë lartë sërbë, me 100 familje që kanë pru me bo ma shumë sërbë në komunë, me qytet, fshatrat në përreth, me shqiptar, qysh në 89 ne kanë bo ishtë sistemi për më bo komunë, që me bo ma shumë sërbë, me ndru pak historinë 1839, është kjo histori e gocë, për du me jina ato në marrë kohën tash, se qytetarëve santi interesant diçka tjetër, se qysh ka me zhvillu komunën. Po kjo është një histori tjetër, po Fushë Kosova është pikë strategjike e cila ka mujtë më bo qyteti ma i mirë në Kosovë. Sikur të këshëm pas një kryetar, që e krymë përgjithësinë e vetë, punën e vetë, që takon me ligjë, që i ka specifikat e punës që ai me zbatu ligjën, ku ndërtohet, qysh ndërtohet, me bo një plan të mirë edhe me qatë plan me zbatu. Po kjo ka leju më ndërtu kush shka ka desht ka bohat. Aty lejo ti nuk e din rrugën 28 nëntori, o kanë rrugë e është sistemit ku o kanë rrugë e gjanë. Qa kanë bohat? E kanë ngushtu rrugën, e kanë qitë trotuarin në rrugë, e kanë ndërtu në tokat pronat private 100%. Edhe është komplet rruga 28 nëntori të ngushtune. Edhe ato aty qa kanë bonë, shtune djele, e pa të nështru asfaltin se rrallë, i qesin vjatë, s'ka vjatë bardha, kërkën Fushë Kosovë, bugjeti hargjohet, këtë shpërdorët, edhe s'ka vjatë bardha në për asfalt, asë në për fshatër, asë në për rrugica. E qka ka ndodhë, qatë qëtu në vikend e kanë shtru qatë rrugë me vjatë bardha, me krejt, atë mu që ditë, qatë shpejt e kanë pas gry, brana vikendit. Edhe aty me qindra, banesa ke shpërdrime. Amo për shamu, ko në fundi, kina pasë si komuna ka ndërhyrë në disa eliminimin e disa dërtimeve pa leje, pra disa objekteve që kanë dalë në rrugë e tjere tjere. Nuk kanë ndërtu objekte. Për disa, si me thonë, terasa e tjere. Aty ka renu disa terasa, të cilën hapësirën prapë se ka liru, se poshtë e kalon prapë kafeterit vazhdojnë ato terasat me shfrytzujen të ngritura ma lartë se trotuare shumica e tyne, qa ka bo lartë e ka largu terasën. Këto e ka bo për mi mbulu ato këshpërdërimet e mëdha në ndërtim që e ka bo, për mos më debatu tema e këshpërdërimeve si pronësime, si ndërtime që i kanë bo, janë fokusu, hajde të ndërgjojmë terasat, kënë se përbojnë bishka. Leo, qytetarët e Fushë Kosovës e kanë vendos një gjë, e kanë vendos me ndryshu qëtë pushtet, se o kuptu që o të pru, edhe qytetarët e Fushë Kosovës kanë nevoj me ndryshu që këtë pushtet. Jënë të bindën, so njën teren që të ditë, që pushteti do të me ndryshu. I shkon mirë, na me diskutu sonte, pak ma shumë për projekte. Jo pak a shumë, po do të vazhdojmë pjesën në vazhdim me bisedu ekskluzivisht, për ato se... Sepse që ka kanë bo këta... Cili është vizioni juj për Fushë Kosovën, nëse zgjidhe një kryetar? Po. Mas pare neve që ka na duhet me bo, është me pastru qytetin, që na kanë bulu bërlogë. Ato, deri në ora